Këtu është horoskopi i hënë 12 janar 2026 për ju. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Ju keni një dëshirë për hakmarrje dhe brenda pak javësh do të jetë e rëndësishme të realizoni një projekt. Në dashuri nuk ka shqetësime, nuk ka zgjidhje njëditore. Demi. Ditë interesante, ju gjej të diskutueshëm në familje. Kërkohet shumë përpjekje, por nuk mund të mbështeteni gjithnjë në bashkëpunëtorët e duhur ose njerëzit e besueshëm. Binjaket. Sot jeni veçanërisht të embel, dashuria përjetoi një moment tensioni ose ftohtësie disa kohë më parë, por tani është e mundur të rikuperohet, të tregohemi më pozitiv dhe në dispozicion. Gaforia. Problemet që për disa e kishin rënduar atmosferën tani po zgjidhen, megjithatë, këtë mbrëmje është e mundur një rënje fizike ose një moment shtesë lodhjeje. Luani. Mëngjesi funksionon më mirë dhe dikush po përpiqet gjithashtu të shërohet ekonomikisht. Jeni në presion, por edhe të motivuar për të bërë, mos u lodhni shumë. Virgjeresha. Takimet mund të bëhen të diskutueshme për një gjë të vogël. Kokat, kontaktet kanë ndryshuar, fakti është se në punën tuaj ka disa risi dhe disa gjendje shpirtërore të keqe për të luftuar. Peshorja. Nuk duhet të egzagjeroni keqkuptimet e vogla, përpiquni të paraqiteni gjithmonë në dashuri edhe nëse gjithçka ju shqetëson. Në punë duhet durim dhe të jeni më tolerant. Akrepi. Ju jeni ndër shenjat e preferuara për ndjenja. Sa i përket punës, juaj është një horoskop i rëndësishëm, në përputhje me moshën dhe atë që mund të bëni. Shigjetari. Thirrjet për dashuri mund të jenë më të mira, shumë prej tyre tashmë po ndryshojnë jetën e tyre ose duan të kërkojnë zgjidhje të reja për strehim dhe punë, vazhdoni kështu. Marrëdhëniet me njerëzit e afërt me ju, anëtarët e familjes, partnerët, vajzat dhe fëmijët do të jenë të qëndrueshme. Bricjapi. Konfirmimi mund të vijë, kjo varet nga veprimtaria që bëni. Ata që janë martuar së fundmi kanë plane të mëdha, ata që kanë qenë beqar për një farë kohe duhet të jenë të zënë nëse duan. Ujori. Fat veçanërisht nëse keni një aktivitet të pavarur ose dëshironi të bëni përshtypje në vendin e punës, propozimet janë aty, merrni parasysh avantazhet, shërimin në dashuri. Peshqit. Merrni ndihmë nga njerëz të besuar në punë, keni shumë përgjegjësi. Ju mund të fajsoni partnerin tuaj që nuk ju dëgjon, ose nëse jetoni së bashku, ai vendos gjithçka mbi supet tuaja. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi së shpejti.